Plave e Gocia me rrethin është ndër trevat shqiptare që kanë dhënë më së shumti gjatë historisë. Është e para krahine e cila jetësoi vendimet e lidhjes shqiptare të Prizrenit për mbrojtjen e tërësisë territoriale. Lufta e Nokshicit, e Peticit e shumë të tjera të prira nga Lipash Gocia, Jakub Ferri, Qel Shabani e shumë trima tjerë ka tronditur tër Ballkanin në kohën e Kralevinave. Fat i njëjtë shqiptarët e asaj ane i përcollur e gjatë luftës ballkanike dhe luftës së dytë botërore. Është një fshat që në historinë ne datojmë diku 2-13 brezni që e lidhim ranit 350.000, 350 vjetë që i ka ardhë, Gjoni i Baljes që ne mbajmë atë mbi emrin, që me krenari e mbajmë për arsye se nuk më ka ndodhur hala rastis që takoj dikend me të njëjtin mbi emrin që nuk ka përardhje prej këtij trolli. Kemi përardhje, do thotë, prej jemi fis Kelmend, i barkut ose branchës Nikçi, Gjoni me nipat e vet, me djelt e vllaznive, është vendosur thotë prej të guri Sahatit, cili është nanën e shtrit, nanën e djathtë Lumit Luça, prej mbas fshatit Vishnjev, domethënë përfshin. Tash është një lagje Nikoçe që janë bosnjakizuar, pastaj kemi Kukajt, vazhdon Krusheva prapë bosnjakizuar, vjen Kolina prapë bosnjakizuar, pastaj shtrihen Vuthajt, këtë lugin të bukur këtu, në dy anë të lumit Gërla, vazhdon Kathethi, Kamaja 5 dhe Thesha Shal, në anën tjetër ka qafa e Borit nalt, komunikon me lagje tjera të fshatit Vuthaj, me Çeremin dhe Valbonën. Onë ka pas një shtrimi shumë të sipërfaqe të madhe. Rrethanat e disfavorshme për banorët e kësaj treve ishin edhe 5 dekada të regjimit komunist. Ata i përdoren metodat më njerëzore për t'i zbrazur ato treva nga shqiptarët. Mirë po shqiptarët asnjëherë nuk u dorëzuan duke bërë rezistenca sa lejonin rrethanat e kohës. Në zemër të kësaj krahine shtrit fshati Vuthaj, i cili gjithmonë ishte flamurtar i Plavë e Gocisë. Po me saktësi në vitin 1913, kur u bë ploja e radhës prej pushtuesve tjerëve, po që na e majmë mend më të madhen prej regjimit atëhershëm Malazias, figurojnë sipas gjitha gjasa 200 shtëpi Vuthaj, domethënë 200 familje me një numër të madh të antarët familjes. E me atë rast, do thotë, në atë pranverë, funi dimnit pranverë, janë të masakruar diku rani 800 njerëz, prej në fëmijë 13 vjeçar deri në pleqni të thellë. Ashtu që pastaj kanë vazhduar shumë tortura me vite. Vitin 1913 vlen të ceket, se bashkë këtu ku jemi na tash, në atë kohë ka qenë Sinaku që e kemë grumbulluar, partë tanë kanë grumbulluar sanën se s'ka pas tjetër edhe tallën, këto dyja, e këtu e kanë bërë qendrën, ku e kanë bërë si një vath të jemi, një tërisht, edhe i kanë shti një nga një vuthjanet me radhë, popi ty kryque, ty pyet si ty stërpik me ujnë, kinë se çaj që kanë pas, ty pyet si ke emrin kështu, e prej sodit e ke këtë emrin, kanë bërë regjistrimet. Kjo është 1913. Fatbarësisht, lufta nuk është kur e mirë, po në them për ajo, kur ka krisë lufta 1914, ardhja Austro-Hungarisë këtu, na kemi përfitue, për arsye se u harrua shumë shpejt ajo feja ortodokse dhe emnat e gjuha që u imponuar të shfrytëzohet edhe popullata u kthye.
Fshati Vuthaj quhet për bukuritë të rralla natyrore. Janë këtu krojet e njohura të Alipashës, Lumejt, Ujvara, Syri i Kaltërt, bjeshkët e larta që dallojnë këtë kanjon nga i gjithë kompleksi i Alpeve shqiptare. Me dekada nga trysnia e pushteteve të kohës dhe mos perspektiva, banorët e kësaj zone kanë braktisur në mas të madhe vatrat e tyre. Megjithatë, mërgjimtarët po bëjnë përpjekje të parreshtura për t'ia kthyer krenarinë e dikurshme vendlinjes së tyre. Si ndiheni? Mirë, shumë mirë. Natyrë, boll, familje, boll. A vjen me dëshirë me qenë se ti e re, marrë me i kalu këto pushimet, mos me shku në ndonjë vend tjetër të botës? Munohem për gjithë vjetë me ardhë nëse muj, po tash të rështë nuk marrë që një 3 vjetë, 4 vjetë, po normal për gjithë vetë vina, në verë. A mendoni se ka mundësi me qenë se ka bukuri të rralla këtu për turizëm, që të zhvillohet turizmi dhe t'i kthehet jeta sa do pak këtij vendi? Po, inshallah, ma mirë ashtu. Dihet se në Amerikë ju keni kriju kapital atje, keni mjetë shumë, a mendoni me investua këtu, me qenë se është shumë e domosdoshme? Po, kem njësa dhe tash të mi investua këtu. Po, me shtëpi, me gjana, gjithë qysh. A keni shokë që atje në Amerikë? Po, kena. A din për këto vende, për Kosovën, për këto vise shqiptare, këtu sa janë njoftuar? Po, din, po kanë qef ka do tjetërin vjetë kur të krymë shpinë me ardhë knena, gjana me vizitua. Me kalua në jova 2. Turizmi viteve të fundit për herë më shumë po i josh turistët nga mbar bota për të vizituar këto bukuri të rralla. Një numër i tyre në Vuthaj, përmes bujtinave të ndërtuara, po gjejnë strehim dhe kushte të favorshme. Ka në mesin e bashkëtarëve tonë që janë kthyer edhe prej diasporës, edhe prej Kosovës ka që kanë bërë investime, është bërë një fabrike e peletit, një investim kogja kapital me mundësi të punësimit të 15-20 punëtorëve, pastaj ka zhvilluar mjaft shumë. Për pas veprimtarisë që ka qenë bujqësia dhe blegtoria zhvilluar me gjithmonë tradicionale, ka nisë me u zhvilluar mjaft edhe turizmi. Edhe unë e kam bërë një bujtim të vogël, ku drejtëm të thonë kanë filluar rezultatet edhe me u pa, ka shumë turistë që vinë për bukuri, drejtëm të thonë ka bukuri të rralla natyrore në këtë pjesë të Alpeve shqiptare. Ne jemi këtu në pjesën e Malit Zi, në Trekançin, Kosovë, Mali Zi, Shqipëri, ku është i shpallur park nacional, është bën liberalizimi i kufinit mjaft i madh. Edhe turistët ka prej Evropës, prej gjitha shteteve të Evropës, ka edhe prej Australisë që kanë qenë musafirët e unë. Edhe prej këtu ujtë kalojnë nëpërmes Vuthajve, gryka dhe këtu bjeshkëve të nalta, kalojnë në Theth, në Valbon, edhe Anasjelltas. Kështu që gjithë, jo vetëm unë këtu, por gjithë fshati kanë filluar me u marrë me këtë veprimtari turizmit, edhe me zhvilluar turizmin edhe sofrën tradicionale, ku shumë ju përcen këtu në turistave të evropianë sidomos. Një shembull tjetër është edhe ai i hale John Balajt, e cila është kthyer nga mërgimi për të nisur biznesin pranë krojeve të Alipashës. Ajo ka nisur punën me restoranin tradicional. Normal se kemi kapacitete, kemi tani disa hotele këtu, dhe më thanë në Ngusi, në Vuthaj, në Plavë, kapacitete ka të mjaftueshme. Popullata e vendit këtu e ka kuptuar dhe më thanë efektin e turizmit, zhvillimit ekonomik, por problemi është pushteti komunal edhe të pushteti qendror. Të pushteti komunal mas parit është problematike shumë sepse unë i paguaj gjitha, dhe më thanë, taksat ndaj shtetit që jam e obliguar, edhe këta kolekte mi, mirë po e shini edhe vetë rrugën për shembull këtu që është para objektit, që nuk kanë ndërmarrë asgjë. Sa i përket pastërtisë, dhe më thanë janë njerëzit privat që kanë marrë iniciativë private, dhe më thanë nga vetë dëshira, edhe vinë i pastrojnë kryet, dalin të Ujvara, pastrojnë, dalin të liçeni i Hridit, të Mplave pastrojnë, kështu që, dhe më thanë, pushteti komunal definitivisht nuk është në gjendje me na afrua neve si qytetar, me na i dhënë disa mundësi më të mira, edhe për turizëm faktikisht që është detyruar Komuni Agustis
edhe i plavës për mi bën disa gjëra elementare që kanë nevojë turistat, ata nuk i bojnë. Tash po vlerësohet shumë turizmi malor, sa ka të interesuar nga vendet të ndryshme të Evropës e të botës që të vizitojnë, kanë filluar të vinë. Ne këtë vit prin me 1 maj kanë filluar të vinë domethënë vizitor nga e tërë bota. Unë këtu në restoran kam pasur vizitor nga Australia, Kanadaja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Perëndimit. Është një natyrë mahnitëse që i tërheq çdo vit më shumë turista, mirë po pushteti komunal, si i Gutinis, po ashtu edhe i plavës, domethënë ata nuk kanë bën asgjë në këtë drejtim. Gjatë muajve të verës, bothianët kthehen në shtëpitë e tyre për të kaluar pushime në vendlindje. Gëzon fakti se edhe të rinjët, qofshin ata në Kosovë, Evropë apo Amerikë, nuk harrojnë vatrat e tyre stërgjishore. Unë quhem Merita Gjëmbalaj, jetoj në Prishtinë, vijoj studimet në Universitetin për Biznes dhe Teknologji. 2 prind të kemi të malit zi, vim verave këto, kalojmë kohë të mirë me kushëre dhe me të afërmit tonë. Na kalon një kohë 2 javore, gjithë së bashku, me qef, me muzikë, me aktivitetet të shumëta. Ju, a keni dëshirë që vini si re këtu? Po, shumë dëshirë, na i presim gati të vitin këto ditë për me ardhë këto. Unë jam Marit Gjëmbalaj, vjoj studimet në Zvicër, vi gjatë verave këtu sa herë që ka mundësi. Me të thonë të drejtë ma me që vi këto se sa në Prishtinë verave, për shkak se mund të bëjmë shumë ecje malore. Për këtë arsye kemi vendosur që shtëpinë tonë ta bëjmë edhe një bujtin të vogël me turist nga të gjitha anët të botës. Para 2 javë kemi pas turistë edhe nga Australia, që na ndihmon edhe neve shumë që të tregojmë se vendi ku ne kemi kaluar pushimet tona verore si fëmijë, tash ka filluar të bëhet edhe një atraksion turistik. Dihet se vuthaj tu kanë shumë mërgjimtarë në Evropë, por edhe në Amerikë, dhe kanë krijuar edhe kapital. A ka të interesuar tjerë që të investojnë këtu dhe t'i kthehet jeta këtij vendi? Me sa dione fatkeqësisht nuk ka shumë, por çdo ditë më shumë rinia mundohet që të kthehet dhe të investojë. Për shembull, vitin e fundit mund të shohim shumë më shumë shtëpi të reja se sa para 5 viteve dhe ndoshta kjo është një fillim i ri për të gjithë. A mendoni se është e nevojshme që të bëhet marketing më i madh, qoftë përmes web faqeve, përmes guidave tjerë, në mënyrë që turistët njoftohen edhe më tepër për këto bukuri kaq të rralla, për këtë atraksion që ekziston këtu? Mund të marrim shembull Thethin, që është në anën tjetër të këtyre maleve. Shqipëria ka bërë shumë që ata të njihen edhe nacionalisht. Për shembull, ne kemi shumë turistë që bëjnë rrugën lidhëse prej plavës në Vuthaj dhe mandej të gjithë vazhdojnë në Theth, dhe kjo ka qenë edhe arsyeja pse ne kemi vendosur që të bëjmë shtëpinë tonë bujtim, pasi që kemi parë gjithmonë turistë që kanë fjetur me camping nëpër fusha të ndryshme, dhe faktikisht pse neve sot kemi turist është faleminderit marketingut që është bërë në anën e Thethit. Ishte interesant rrëfimi mbesës së Gjëmbalajve Natyra Bruçi, e cila me xhelozi kujton nostalgjinë për vendlindjen e SMM-s. Këtu vi çdo vjet për shkak të organizimeve që bëhen në këtë vend, edhe për shkak bukurive natyrore. Po ashtu është edhe një arsye tjetër se mlidhem me krejt familja edhe njoftohem me njëri tjetrin se jetojnë shumica jashtë vendit, një pjesë e vogël në Prishtinë. Përveç bukurive që janë këtu, që ajo është që na tërheq më shumë tjetër për marrë këtu. Po edhe në pjesën tjetër tonë, domethënë ka ana e Sniqit, ka bukuri shumë mëdha. Shpresoj që kjo kulturë nuk përcjell pak edhe në pjesën tonë. A mendoni se është momenti që të investohet më tepër, të përkushtohet kujdes në mënyrë që turizmi do të treva të zhvillohet edhe më tepër, qoftë në pjesën e Kosovës këtu, por edhe në Shqipëri? Po, patjetër, se përveç që na kish ndihmu më bashku ndoshta edhe si popull, na kish ndihmu edhe ekonomikisht, edhe më njoft më shumë me njëri tjetrin, po pse jo me tregu kulturën tonë edhe vendeve tjera të botës. S'është diçka që ja vlen. Fshati Vuthaj ka shumë intelektual që kanë braktisur vendin, por nuk harrojnë vendlindjen. Një numër i madh i tyre janë të punësuar në Kosovë në profesione të ndryshme. Para 50 vite, unë veç e kom kryer shkollën fillore këtu. Në atë kohë ka qenë shkollimi për femna jo i madh. Unë në klasën time kam qenë e vetmja prej Vuthajve që kom thu deri në Gusi, krejt i kom pas shokët e klasës, më thonë mashkuj, djem. Mirë po me kohë,
ka ndryshu gjanat, mas meje ka nërë gjenerata tjera, si të familjes, si të fshatit, me thonë përgjithësi, ka fillua emancipimi dhe shkollimi i femnës në përgjithësi. Megjithatë lidhjet asnjëherë nuk i keni shkputur me vendin. Jo, lidhjet nuk i kemi shkput. Mirë po ka dash Zoti që këtu për shembull kemi qenë 2 shtëpia, tash është mush plot janë dhe shtëpia, krejt fshati ka ndërtu shtëpia, kthehen prej Amerike, prej Australie vinë, në vend vet është një takim që e din datën. Domethënë ka kaluar në festë tradicionale kjo kohë, domethënë fillimi i gushtit, edhe vinë këtu, njoftohen, është shumë mirë për vajzat, për djemë 3, për arsye se duhet me di që kanë kanë vetën, edhe paka shumë një çmallje për gjeneratat më të vjetra, edhe mirë takohem, kaloj mirë. Për të mbajtur gjallë frymën e dashurisë ndaj vendlindjes, Fisi i Xhon Balajve çdo vit organizon takime të karakterit tradicional, kulturor dhe argëtues. Kjo mbase po ndikon edhe tek të rinjët që të jenë sa më shumë pranë vendlindjes. Ajo simbolike e gjithë asaj, familja jo shtrihet prej këtu në Kosovë, në Prishtinë, deri në shtetet evropiane, deri në Amerikë. Tash kanë filluar gjeneratat e treta, drejtën ta thonë, po mundohem gjithkush në atë mënyrën e vet të kemë organizime të tilla, të jemi sa më shumë bashkë, njihen njëri me tjetrin, edhe kontribuojmë në lidhmërinë e trungut familjar, si më thonë. Një shpresë e madhe banorët e krahinës së Plavës dhe e Gucis për të qëndruar në vatrat e tyre, po i mban edhe hapja e rrugës Deçan-Plavë. Kemi shumë shpresë të madhe se rruga Deçan-Plavë do të kthejë gjallërinë e luginës së Plavës dhe Gucis. Besoj se investimet kanë filluar të bëhen, qeveria e Kosovës ka bërë premtime të mëdha. Thuhet kanë thënë se deri në vitin 2019 do të përfundoj. Mesi me shpresë do të ketë ndikim edhe Malizi do ta bëj, edhe do të lidhet rruga Deçan-Plavë, do të lidhet edhe me pjesën e Vermoshit ku rreth 70 kilometra është ku mund të bijet në Shkodër dhe lidhet nikosisht lidhet edhe Bregdeti shqiptar. Ku edhe populli shqiptar që jeton në viset veta në gjitha këto shtete, besoj se e bën lidhmërinë edhe zhvillohet edhe turizmi edhe bregdetar, po besoj edhe malor dhe nikosisht këto lidhjet ekonomike, turistike, miqësore, besoj se dita ditës po shpihet drejt Bashkimit Kombëtar, ku secili jemi gjithkush në mënyrën e vet do të kontribuojmë. Undam nga banorët e fshatit Buthaj me shpresë se përsëri jeta do të frymojë si dikur, ndonse tani me infrastrukturë dhe kushte shumë të mira se që i kishin paraardhësit e tyre. Ata i mban shpresa se edhe zhvillimet demokratike që po ndodhin në Evropë do të shkojnë në favorin e tyre për jetë e perspektivë më të mirë.